Pas ditën e sotme i dërguari i qeverisë si ushtrues detyre i kryetarit të komunës së Gostivarit Fadil Xhelili ka mbërritur në objektin e komunës. Ai u shoqërua nga disa zyrtar të koalicionit Vlen, ndërsa pas hyrjes në kabinet ul në tavolinën kryesore të punës, duke theksuar se në këtë detyrë vjen për të siguruar stabilitet institucional dhe funksionim normal të komunës deri në përsëritjen e zgjedhjeve më 11 janar. Po vi si i deleguar i qeverisë për të ruajtur funksionalitetin dhe funksionimin normal të komunës, për të mos pasur ngjecje të shërbimeve të qytetarëve. Deri në 11 janar, kur do të mbahen zgjedhjet e rregullat, gjithsesi përsëritja e tyre, dhe ajo që dua të çoj një mesazh rreth të parë të qytetarët e Gostivarit të jenë të bindur se vi në momente të vështira, por vetëm për të vazhduar funksionalitetin normal të komunës, as për ndonjë hakmarrje, as për të dëmtuar dikë. I pyetur nga gazetarët për situatën e krijuar, Xhelili deklaroi se Valbon Limani, kandidati i Aleancës Kombëtare për Integrim për kryetar komune dhe ushtruesi i detyrës deri dje, ka të drejtën ligjore të ankimojë vendimin e qeverisë në gjykatën kushtetuese. Unë nuk jam poverenik, unë jam i deleguar kryetar komune dhe fjala poverenik ka do kuptime të tjera, prandaj kisha lustur të gjithë mediat të jenë të kujdesshëm në fjalorin e tyre. Ndërsa sa i përket zotëri Limanit, ai duhet të shfrytëzoj të drejtat e tij që i takojnë mbas kushtetues dhe ligjeve në fuqi, dhe është e drejtë e tij që ta ankimoj, ndërkohë që unë vi me vendim të qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut. Gjatë mbërritjes së tij, asnjë nga pjesëtarët e administratës komunale nuk e priti. Për këtë, Xhelili u shpreu pritshmëri që ditëve në vijim të ketë një qasje më bashkëpunuese nga administrata. Kam një mesazh për administratën, në fakt të jemi sinqert, nuk më tingëllon mirë sjellja e doktor Limanit, për shkak se ne jemi vend i vogël si Gostivar, jemi shokë e miq, njihemi personalisht, por gjithsesi e respektoj si një vendim i tij, ndërkohë që administrata nuk kam çka të komentoj, ajo që nuk më ka pritur, vetëm tregon frikën që ka nga përfaqësuesit e AKI-s, apo shfaqin ndonjë vullnet të tillë që të tregojnë se nuk duan thjesht të më presin apo të më përshëndesin. Ai paralajmëroi se në rast se do të ketë bojkot të punës, do të merren masa konform ligjit ndaj çdo administratori që refuzon detyrat zyrtare. Unë jam njeri i ligjit dhe krejt karriera ime është në gjyqësi dhe në drejtësi. Tani, mos ta keq kuptojmë këtë, por si njeri i ligjit çdo kush do të marrë përgjegjësi për sjelljen e tyre. Sa i përket mundësisë që ai të jetë kandidat i Vlen në zgjedhjet e janarit, Xhelili tha se nuk ka ende një vendim, por nëse i besohet në përgjegjësi e tillë, ai është i gatshëm ta pranojë sfidën. Ajo gjë do të vendoset nga partnerët e koalicionit Vlen, por gjithsesi, nëse ato vendosin të jem, unë do ta kisha pranuar atë sfidë. Në fund, Xhelili sqaroi se nuk do të krijojë ekip të ri në kabinet, por do të punojë me administratën aktuale komunale.